Në mes të komunës së Bojanocit dhe Preshevës shtrihet fshati Bilaq, një nga zonat më të bukura shqiptare. Natyra e këtij vendbanimi i ka falur një pozitë të mrekullueshme gjeografike. Për skaj i tij shtrihet korridori 10, një projekt shumë i rëndësishëm që lidh Bilaqin me Evropën dhe Azinë. Bukuritë e radha natyrore dhe pozita gjeostrategjike e këtij vendbanimi, i dytim nga madhësia pas Tërnocit në nivel komune dhe rajoni, ka bërë që bilaqasit të ndihen krenar dhe me dinjitet për vendlinjen e tyre. Shtëpitë e rënditura si në brezare të qepura rreth një shpati, për vizitorët e shumë paraqesë një nga panoramat më të bukura me të cilat pasurohet emisioni in televiziv. Investimet e fshatit me ndihmën e komunës dhe bashkëdhetarëve Bilaqin e bëjnë më shumë të duket si një qytet sesa një fshat i zakonshëm. Bilaqi gjithashtu ka një karakteristikë të veçantë prej shekujsh, sepse në këtë fshat zhvillohet çdo të martë tregu në qendër ku dhe i ka mbetur emri Qarshi, në të cilën prodhuesit vinë nga jashtë dhe brenda e shesin gjëra të ndryshme si ushqimore, teknik dhe gjëra të tjera ku e bën fshatin më atraktiv, aty ku shesin shqiptarët dhe serbët, të cilët shprehen se kalojnë shumë mirë me banorët e fshatit dhe se prej vitesh shesin mallin e tyre në tregun e këtij fshati. Ndodhemi në fshatin Bilaq si një fshat njëri ndër më të mëdha të komunës së Bojanocit. Në këtë fshat çdo të martë zhvillohet tregu i tyre ku banorët si dhe të tjerë qytetarë nga rrethi vinë për të shitur apo edhe për të blerë diçka. Fshati Bilaq ka më shumë se 3500 banor, ku prej tyre 1500 jetojnë në shtetet evropiane dhe më gjerë. Fshati Bilaq gjithashtu ka mbi 600 shtëpi. Unë jam nga fshatin e Salës, për ndryshe që 10 vite vim pazar në Bilaq. Ma tepër se 10 vite, ndoshta edhe 2-13 vite që vi eventualisht çdo të martë vim pazar në Bilaq. Na shesmi, diçka lloje ndryshme, çmime nuk janë shumë të larta të na, kemi qeshme, kështu mas shumë ti domethënë teshat të vogla, teshat timta. Banorët e fshatit Bilaq janë mirë, punojmë që 2-13 vite, po të thomë kështu, mirë, gradualisht kalojmë mirë, është pak kriza ekonomike, ndihet e banorët, ndihet, njerëz ka shumë pa punë këtu. A ndryshojnë çmimet në krahasim me të hënën në qytetin e Bojanocit? Jo, këtu eventualisht janë të njëjtët çmime, na qysh i shesmi në Bojanoc, edhe këtu i shesmi, njëjtën çmime janë. A blejnë banorët e fshatit? Po blejnë, po qyteti e ka ndryshe, fshati e ka ndryshe, blejnë edhe këtu një shumicë, po jo shumë, po blejnë, diçka jo shumë të madhe, po blejnë. Siç po shihet këtu vinë edhe serbë për të shitur, si janë marrëdhëniet me ta? Po, vinë nga ndo fshate janë këtu afër Bilaqit, janë ndo fshate të sërve, vinë edhe ata, po nuk kemi probleme me ta, qashtu, nuk kemi kur një farë probleme me ta. Nismo iz televizija Bojanovac. Što prodajem, ja ovo što vidiš ovdje, krompir, pa sve po nešto, jaja. Kako ide? Pa slabo. Kako da kažem? Kako za Albancima, kako radite ovdje? Dobro. Ima li neki problem? Nema problem, gravata da kažem. Nemamo ništa, toliko godine, ja vdek sam 50 godine, nemamo ništa loše. Dobro nije. Hvala vam. Ništa. Qa i përket tregut Bilaqit është nuk ditë që prej kurit daton. Daton kjo pjesha e ditëve të marta. Vetëm se më herët me siguri ka pas frekuencë shumë më të madhe, sepse ka pas edhe njerëz që kanë blerë më tepër. Gjithë këto tundet e malësisë, sidomos sërbe, kanë qenë më tepër të ardhen në fshatra, por edhe që me siguri më nuk kanë mbetën njerëz se sa që kanë qenë më herët. Zakonisht qesin gjërat ushqimore i qesin këtu parë. Më thëmë ndoshta prej asaj më të thjeshtës që deri te më ndërlikura që mundën e pas.
dhe aty këtu edhe disa prej kafshëve kanë qitë për para tashmë dhe kafshë nuk kanë betë, katën. Dhe në faktikisht, ja është tu mbajt pazare dhe tu që vetëm me siguri me disa mundime pak më të mëdha. Për të mësuar dhe shijuar më shumë nga bukuritë e këtij fshati urban, patëm kënaqësinë të bisedoj me disa udhëheqës të Bilaçit dhe banorët e tij. Bilaçi ka xhamin më të vjetër në Lugin të Preshevës, që daton prej vitit 1375. Fjala Bilaç, sipas arsimtarit të gjuhës frenge nga ky fshat Çanin Albani, tani në penzion, ka emër turk që do të thotë i uritur, bil aq. Kështu e shpjegon profesor Albani. Flitet se kur janë formuar vendbanimet, një prej banorëve të përpashëm, domethënë prej atyre të parëve që kanë mujtë më konë, mbi fshatin Bilaç kishte fillu ta bëjë një farvendi ku me thoni torishte për një kafsh, dhe vjen një tjetër tu e thur ky atfar rrethin e vetë të parën ku do të fusë kafshët e veta, fillon të këshiro kolla, thot kur far are, kur gjë nuk ka, dhe po i thot atë, çka e tu bë ti këtu? Thotë, tu e bë një vend gati për kafshët e mia. Dhe të pasë s'ka kur far tot pjellore për sketa, drejtë ti, dihet se do të ishte i unt, ose në turqisht atë bil, aq, se në dihet të tjetë unt. Për atëherë faktikisht janë disa supozime tjera në gjuhën sërbe, por kjo ishte një fjalë ose ky Bilaç, domethënë fjalë turke 100%, se fjalë tjera nuk ka që i përshtatet diçka përveç asaj, domethënë me një gojdanë se do të jetë vetëm që kjo më e saktë. Sipas në Albanit, Bilaçi është i formuar nga njerëz të ardhur nga shumë fshatra të tjerë dhe nacionalitete të ndryshme, ku në të kanë jetuar turqi, shqiptar, serb dhe rom, dhe se Bilaçi në periudha të ndryshme ka qenë vendbanimi më i madh dhe qendër ushtarake nga ku kanë dalur shumë vendime dhe urdhra. Bilaçi ishte formuar nga turqit, kurse më vonë nga viti 1912 kanë ardhur dhe serbët që jetojnë dhe tani në këtë fshat të komunës së Bajanocit. Ndërkaq, Bilaçi gjatë periudhës së luftës së dytë botërore ka humbur dhe shumë njerëz dhe më pastaj në vitet e 50-ta dhe 60-ta ka pasur një shpërngulje të madhe në drejtim të Turqisë. Po serbët kur kanë ardhur? Më vonë kanë ardhur. Sigurisht kanë ardhur më vonë, sidomos ka vitet 1912, 1912-15 apo 1912-20, ndoshta edhe më vonë, se i di disa prej atij kojshive të mi, kanë më rridikon ka 1937 dhe në 39, faktikisht kanë në Bilaç. Dhe jam i bindur se në Bilaç ka pas edhe mjaft rom, të cilë kohëve të fundit janë largu prej Bilaçit, kanë rrokë Qeraka, kanë shku. Edhe ata kanë qenë shumë afër të kazermës ushtarake, ditë që aty ku ka ndonjë punë vogël, ku ka ndonjë farë kazani pak më të madh për ushqim, aty kanë qenë zakonisht përcjellse ata. Thonë se Bilaçi ka qenë shumë fshat i madh. Zakonisht në periodë me siguri ka pasën, masi ka pas gjata ushtarë që janë këmë të parë, flitet diku nështë për 1000 ushtarë. Në atë pjesën e kazermës ushtarake, kështë pas dhe xhamin e vetë aty, të faktikisht, të me thënë, ashtu u folë se me siguri nuk ka qenë një vendbanim vetëm ashtu veç me thonë. Bilaçi, sidomos viteve të konime 1941-45 ka pësu disa humbje në njerëz dhe prej 55-ës deri në 60-ën ka pas një shpërngulje të madhe të njerëzve të këtujt që kanë shku për në Turqi. Fshati Bilaç kishte pasur më përpara mbi 100 dyqane të ndryshme që banorët janë marrë me zejtari, rroktari, zdrugtari e më shumë punë të tjera, kurse më vonë edhe me kultivimin e dohanit. Për këto dhe mbi traditat ne kishim rastin të flisnim me Shaip Ejupin 66 vjeçar, që ishte me profesion zdrugtar. Bilaçi u kon një mrekulli. Bilaçi u kon që u fol 4 gjuhë. Që u fol une kure kum rri u fol gjuha kryesore tyrqe. Dikun 54 në mshel shkolla, edhe kemi viju
serbisht. Dikun 6-8 me dhun u qelë shkolla Shqipe. Pi 6-8-ës, sa di unë. Jo, 7-8-ës. 7-8-ës, a 6-6-ës, se une e kom viju serbisht. Këtu u folë, une e di këtë qashi u folë tyrqe, edhe e kanë ditë krejt tyrqe. Sërb, rond, shqiptar, edhe tyrqe. Kanë dominu tyrqe. 7-8-ën ka hub gjuha. Ja ka nisë Shqipja. Ekonomia ka prish Bilaqin total. Total. Punë s'kan, rinia ka ik, kemi shku për jashta, ka ndalë në Turki, këtë bagatella s'kemi, jemi pi 40 katun dhe bërva këtu. Ama ka nërë si cili për veti, si cili e ka marë pjesën e vetë. Që këton është Bërqeca, këton është Vërbani edhe Bërqeca, këtu është autokton, që kjo pishpim të mjetën ato. Autokton vendas, unë jam shqiptar, tyrqen e folmi pis vëzhglimit. Hala folët e unë e tyrqa, a mëna jemi shqiptar. Shqiptar këtu janë 2 familje, janë Karament edhe Qakar. Kur u kon Bilaqi, Bilaq nuk u kon as Bjanoca, as Presheva. Kur belaja s'kemi, kur nguca s'kemi. Thirmi një i qetrit, ani pëse është pinatonit, ani se është piketonit, është i përbo... Këtu kemi pasmet në 27 shpi. Martohen me zveti. Martohen me zveti, pëse nuk janë fis, një fis të kemi. Ka, unë përveç që jam thaqë. Ka berish, ka tërli par fisi, nuk i di. A unë jam i fis të thaqë. Martohemi me zveti, mi qasi kemi me zveti. Për para kanë punu dohon. Me dohon, mas shumë ti me dohon. Edhe zejtaria. Zejtaria a parë ja u konë në Bilaq. Krejt zejtaria e këtinve e malësijës shqipë edhe e malësijës shkive ju në konë në Bilaq këtu. Qendra u konë në Bilaq. Ka pas instruktor, ka pas kovac, marangos, bravar, elektriqar, krejt qendra u konë ma dhe Bilaqi. Edhe arsimi në fshatin Bilaq ishte i hershëm, ku më përpara ishim mësuar në për mejtepe në xhami, ndërkaq në vitin 1932-35 ndërtohet kati i parë i shkollës fillore në Bilaq, ku fillimisht është mësuar në gjuhën serbe deri në vitin 1946, ku është filluar pastaj me të mësohet në turqisht deri në vitin 1954 e deri vonë pastaj në gjuhën shqipe, ku ka filluar të mësohet deri tek vitet 1967-68. Shkolla në Bilaq ka punu dhe më herët, vetëm se si shkollë ndoshta nuk është njoft mati, me tonë pa tonë mati dekon ka vitit 1932-35, sepse në atë kohë njerëzit kanë mësu në për mejtepe, se të xhamia e vjetër ka pas mejtep, kurse njerëzit tjerë që kanë pas mundësi me mësu me shku në shkollë sërbisht, kanë pas një farforme të shkollës ndryshe. Por në vitet 1932-35 ndërtohet kati i parë i shkollës në Bilaqit, dhe aty normal është mësu sërbisht, deri ka vitet 1946-47, kur ka fillu një farë grupi të nxënësve tanë me mësu turqisht, dhe mësimi turqisht ka vazhdu deri në fundi i vitit, ose vitit kalendari si shkollor 53-54. Arsimtari i atëhershëm shkon ushtar, edhe më zavendësim nuk ka ardhur që tërkush. Në 54-55, unë jam gjenerata e parë që e ndasht me fillu sërbisht në shkollë. E kam kry shkollën fillore sërbisht, shkollën e mesme sërbisht, shkollën e lartë e kam kry maqedonisht, dhe faktikisht qështu kam vetë. Po shqip ku është? Më nduku se 67. Gjuhë shqipe kam kry Ma vonë, shumë ma vonë. 67. Më nduku 67, se më i sigur, se s'po e bashkë më i sigur.
Ndërkaq tani shkolla fillore në këtë fshat është pothuajse e tëra me nxënës shqiptar, ka shumë pak serb. Për këtë ne kemi intervistuar drejtorin e shkollës fillore Desanka Maksimović në Bilaç, Nazmin Nuhiu. Kjo shkollë është e vetmja shkollë në komunën e Bojanocit, si e përbashkët që zhvillohet mësimi edukativ arsimor si me shqiptar dhe serb. Shkolla fillore në Bilaç në vran gjësejt për vitit shkollor 2013-2014 364 nxënës. Për këtyre mësimin gjuhën serbe e vijojnë 4 nxënës, ndërsa mësimin gjuhën shqipe gjësejt 360 nxënës. Shkolla në përbërën e vetë ka paralele në ndarë në Samolic, 8 klashe, nxënës nga Samolic e në gjësejt 132, ndërsa Bilaç e vijojnë mësimin 232 nxënës. Cikli i ulët numëron 157 nxënës, nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 4, ndërsa ciklin e lartë gjësejt 207 nxënës. Mësimi zhvillohet në 2 ndrrime. Në çdo muaj kemi ndrrimin cikli i parë, cikli i dytë. Kemi gjithsejt 24 paralele, për këtyre 3 paralele mësimin e në gjuhën serbe, ndërsa 21 paralele mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe. Drejtor, si janë kushtet në shkollën tuaj për zhvillimin e mësimit edukativ arsimor? Po, sa i përket kushteve, mund me thënë se kushtet relativisht janë të mira. Shkolla është, objekti i shkollës është i renovuar në vitin 2003, ndërsa shkolla e Samolicës është objekt i ri. Kadër shkollës punon mediateka, e cila është relativisht mirë e furnizuar me mjetet konkretizimit elementar ato të cilat janë masat nevojshme. Kemi bibliotekën nivel shkollës, edhe kemi kabinetin e informatikës. Për moment, me nevojitet rregullimi i stadioneve për futboll të vogël të madh, edhe një sallë edukatës fizike ku nxënësit do të zhvillonin plan programin e edukatës fizike në kushte shumë më të mira se sa në të cilat e zhvillojnë sot. Gjithçka është në rregull, shkon shumë mirë. A i keni kushtet adekuate për zhvillimin e mësimit edukativ arsimor? Mirë janë kushtet adekuate për zhvillimin e mësimit, ka mundësi edhe pak më shumë. Si për shembull? Shtimin e laboratoreve të çdo landës, të kimisë, gjeografisë. Ju mungon të? Po. Kjo rrugë, e cila para disa ditëve ka filluar të rregullohet dhe të asfaltohet, është shumë e rëndësishme për banorët e fshatit Bilaç, sepse lidh qendrën me 4 institucione shumë të rëndësishme për banorët, si shkollën fillore të fshatit, ambulantën e fshatit, ku mjeku kujdeset për banorët çdo ditë, postën, si dhe zyrën e vendit. Kryetari i Bashkisë Lokale të fshatit Bilaç, Jakub Xhelili, i cili gjatë tërë vizitës sonë në këtë fshat na ka shoqëruar, flet për këtë fshat duke dhënë detaje mbi banorët e Bilaçit. Bilaçi ka rreth 600 shtëpi, prej tyre 30 janë serb, tjerët janë shqiptar. Në Bilaç jetojnë afër 3500 banor, prej tyre ndoshta 10% ose më pak janë serb, të tjerët janë shqiptar. Një kohë në Bilaç kanë jetuar edhe rom, por momentalisht janë të shpërngulur nëpër vende tjera. Në Bilaçi ka shumë njerëz të shpërngulur që punojnë në botën e jashtme ose në vendet perëndimore. Për momentin njerëzit mirën më shumti me bujqësi, blegtori, ka njerëz që mirën edhe me ndërdimtari. Si ndahet fshati Bilaç, më duket se ndahet me mahallat. A mund të na cekni mahallat pak? Po është lagja poshta, po i thojnë Allajska, lagja për qezve, është lagja xhamijës, kështu për afërsisht janë kryesore 3 lagje. Megalli, si një firmë e njohur për vendin, ka zhvilluar në një periudhë dhe aktivitetin e saj në prodhimin e kalldajeve, në të cilën ka pasur dhe shumë punëtor. Tani më nuk është më në funksion dhe është duke u mbajtur nga një banor i këtij fshati si një depo me gjëra ushqimore për kafshët. Banorët e fshatit momentalisht janë më tepër auslandera. Më tepër janë tu bëhet më tepër me jashtë se sa këtu parë. Janë me bujqësi që të s'kan bojnë. Megjithëse në fshat ekziston një ndërtesë e vjetër, 2 vjetër, një ndërtesë e mirë i megallit, por ajo është mbyllë që sa vjetë, edhe një person është të mbajt atë sikur një depo të gjërave të ushqimore të kafshëve, kashtën, dhe telin, ato.
Edhe kështë qenë shumë mirë sigur se me pas mundësi ato me ngjallë ato fabrikë, se me të vërtet i ka gjitha çfarë duan. Fabrika është e re, dikun po më duket 84, 85, ndoshta edhe më vonë është ndërtu. Është prej ndërtesave moderne, prej ka hallat e mira, me rrymë vetin, me ujësjelës, me kanalizim, me keti ka, por s'ka kush më udhëheq atë se s'ka shkëmbon. Në Bilaç është edhe kisha në të cilën 30 familje serbe i kryejnë ritualet e tyre në kishën e fshatit, e cila është ndërtuar në vitet 1937-38. Po ashtu, në vitin 2012 është formuar dhe klubi futbollistik Bilaçi, i cili garon dhe do të garojë në ligën e rrethit të Pqinjës. Ky fshat ka dhe shoqatën turko-shqiptare Deliagosh, e cila është dhe një fakt se në këtë fshat ka dhe turqi apo që mbahen si të tillë. Për më shumë, flet vetë kryetari i kësaj shoqate, Çani Albani. Në para parasysh se janë të shqiptar apo janë turqë, jemi mundu që ta bëjmë një shoqate e cila kishte mi lidh interesat e të dy palëve. Dhe vetëm në vitin e fundit po e zë nëse shkojmë Turqi, do të shohim se në kjo shoqate jone zakonisht ka për qëllim ruajtjen e traditave të vjetra, qoftë ato shqipe apo turke, ruajtje të traditave. Momentalisht jam mundu me bo një grup folklorik, por ende s'm kam rri me kryso atë me sukses për pasën, por momentalisht nxënësit tanë, më thënë vullnetarisht, janë të ardhën në kurset e gjuhës turke, që janë të majtë dhe të qe. Sa për me ilustru atë, në vitin e kaluar kemi pas 2 ekskurzione në Turqi. Një ekskurzion ka qenë të nxënësve të shkollave të mesme, në lidhje së bashku me këtë grupin e shoqatës Vllaznimi, kurse një tjetër në mes të ka fundi 2013, kemi qenë një grupi nxënësve tanë, kemi qenë musafir për ditën ose për festën e fëmijëve në Edirne. Kemi qenë që 5 ditë, me 8 nxënës kam qenë që kam marrë pjesë vetëm kështu, dhe faktikisht ajo vetëm për mi paraqit se edhe në Bilaç janë të punu nxënësit tanë, qoftë ata shqiptar apo turqi, janë të punu në njohjen e gjuhës turke. A ka familje këtu në Bilaç që flet vetëm turqisht? Ka. Plotësisht turqisht nuk ka, sepse familjet tona veç janë shkrik faktikisht, apo janë bashku faktikisht në një bashkim ndërmjet shqiptarëve e turqëve, qoftë ato me martesa sidomos, qoftë ato janë rejet e shqiptarëve të turqit, rejet e turqëve ose bijtë e turqëve të shqiptarë. Faktikisht ashtu është momentalisht situata. Një numër i madh i vendasve flasin turqishtën, disa mirë, disa me të mbeta, sepse ajo distanca kohore 100 vjeçare me siguri ndikon. Ashtu që kemi huazime për si prej serbishtës, si prej shqipës, si ato anasjelltës, më thënë këta janë të parë. Po ndohemi me përshtypjet më të bukura nga Bilaçi për ta vizituar sërish, nga se kemi çka të flasim e të shkruajmë për këtë vendbanim me një kulturë të lashtë të civilizimit njerëzor. Sa më shumë largohemi nga Bilaçi, aq më shumë na shpaloset parasive si një siprim, pamja panomareske e njërit nga vendbanimet më të bukura shqiptare të luginës së Preshevës.